Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat i përgatis për familjen time. Sot kam përgatitur një ëmbëlsirë të shëndetshme, pa sheqer, pa miell. Fillojmë nga përgatitja pa humbur kohë. Në një enë dështojmë 10 hurma arabe, 200 ml qumësht të ngrohtë, dhe masën do ta kalojmë në blender. Pasi i kemi kaluar në blender, i vendosim në një enë të thellë, duke shtuar 2 vezë. Masën do ta përziejmë shumë mirë. Pasi e kemi përzier, do vazhdojmë me 150 gram tërshër të bluar, një lugë çaji pluhur fryrës, një maj lugë e karafil ose kanel, varet se kë preferoni dhe pëlqeni më shumë. Unë ju ftoj që të hidhi një sy kanalit tim dhe nëse ju pëlqejnë recetat aty, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Pasi e kemi përzier masën shumë mirë, do shtojmë 100 gram fruta të thata mix, një lugë gjelle çokoladë të zezë. Vazhdojmë përzierjen e masës dhe pasi e kemi përzier shumë mirë, do ta vendosim në tavën e pjekjes. Në sipërfaqe gjithashtu do shtojmë edhe pak fruta të thata shtesë, edhe pak çokoladë të zezë. Nëse nuk e preferoni çokoladën, mund ta shmangni dhe do ta pjekim në 180 gradë derisa të jetë gati. Mua më mori rreth 40 minuta, por pjekja varet gjithmonë në varësi të sobës që ju keni. Është mjaftueshëm e ëmbël dhe shumë e shëndetshme. Ju sugjeroj ta provoni pasi do bëhet e preferuara juaj. Dhe mbi të gjitha do ta konsumoni atë me ndërgjegje të pastër, pasi nuk ka asnjë gram sheqer të përpunuar. Është gati, siç e shihni ka një ngjyrë fantastike, por edhe aroma është shumë e mirë. Shijon kaq shumë me kafe në mëngjesit ose të pasditës, nëse jeni në shoqëri të mirë, akoma edhe më mirë. Ju sugjeroj ta provoni. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse dëshironi mund ta shkruani në koment. Nuk dua të harroj pa thënë se masat që shihni në video janë për 2 persona. Nëse do përgatisni më shumë, duhet të shtoni masat e përbërësve. Pres përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit që më ndiqni.